Festa e ditëlindjes së parë të Luna Mariellit ka qenë një ditë e mbushur me emocione, surpriza dhe momente që do të mbeten përgjithmonë të gdhendura në kujtesën e familjes Ailey, por edhe në zemrat e atyre që i ndjekin me dashuri. Në mesin e gjithë këtij gëzimi, një moment ka spikatur në mënyrë të veçantë dhe ka emocionuar të gjithë të pranishmit. Bëhet fjalë për këngën që Luizi i ka kushtuar vajzës së tij, një baladë e krijuar me zemër dhe shpirt, të cilën e ka ruajtur enkas për ta interpretuar për herë të parë pikërisht në këtë ditë kaq të shënuar për familjen e tij. Me një buzëqeshje që nuk ju nda nga fytyra dhe i veshur në harmoni me atmosferën festive, Luizi mori mikrofonin në dorë dhe nisi të këndojë para një audience të emocionuar, ku të gjithë e dëgjonin në heshtje, me sy të ndriçuar dhe zemër të mbushur me ndjenja. Vargjet e këngës përshkruanin me një ndjeshmëri të rrallë rrugëtimin e tij si baba, çastin kur Luna erdhi në jetë dhe ndryshoi përgjithmonë botën e tij dhe të Kiarës, duke u kthyer në burimin më të pastër të dashurisë së tyre. Pamjet e shkëputura nga kjo performancë janë bërë menjëherë virale në rrjetet sociale, ndërsa ndjekësit kanë nisur të kërkojnë publikimin zyrtar të këngës që tashmë ka prekur thellë zemrat e tyre, duke e konsideruar si një nga veprat më personale dhe më të ndjera që Luizi ka krijuar ndonjëherë. Në video ai dëgjohet teksa thotë se kjo është hera e parë që e këndon këngën dhe se shumë shpejt do ta ndajë me të gjithë ata që janë bërë pjesë e këtij udhëtimi të bukur e të paharrueshëm në jetën e tij si prindi. Edhe pse nuk ka një datë të saktë publikimi, pritshmëritë janë të mëdha dhe shumë e shohin këtë këngë jo thjesht si një projekt muzikor, por si një dhuratë shpirtërore që përçon dashuri, përkushtim dhe vlera familjare. Kjo baladë, me të gjitha gjasat, nuk do të jetë një hit komercial në kuptimin klasik të fjalës, por do të jetë një këngë që do të dëgjohet me zemër dhe do të përcillet ndër vite si kujtimi më i bukur që një baba mund t'i dhurojë vajzës së tij. Festa e ditëlindjes së Lunës kishte çdo element të një eventi të mrekullueshëm, por pikërisht momenti kur Luizi këndoi për Lunën ka qenë kurora emocionale e gjithë ditës, një moment i shenjtë që i dha asaj feste jo vetëm shkëlqim, por edhe një dimension të thellë shpirtëror që pak artistë dinë ta përcjellin me aq thjeshtësi dhe sinqeritet sa Luizi.